mbështetje të nivelit të lartë në shoqatat motra Qiriazi në New York. Bujaria e tyre tregon vërtet se sa të fuqishëm jemi kur bashkohemi për të bërë një ndryshim për familjet që kanë marrë një diagnozë kanceri. Faleminderit që besoni misionin tonë fisnik. Organizata e grave shqiptare amerikane AAWO punon për të ngritur shpirtin, statusin dhe zërin e grave vajzave dhe familjeve shqiptare, në mënyrë që ato të marrin pjesë plotësisht në gjithë aspektet e jetës, duke u bërë më të forta, më të qëndrueshme në përballlimin e viteve të luftës, shtypjes qeveritare dhe traditave që kanë shtyrë drejt margjinave të shoqërisë. AAWO synon të forcojë lidhjet midis grave shqiptaro-amerikane dhe motrave të tyre në mbar botën. Ne besojmë dhe vlerësojmë thellësisht se gjithë njerëzit në këtë botë, pavarësisht gjinisë, racës, kombësisë ose fesë, meritojnë mundësi të barabarta në jetë. Ndjehemi një nevojë për t'u dhënë zë vajzave dhe të rinjve shqiptar për të dëgjuar, mësuar nga sfidat e tyre. Prandaj AAWO eksploron rolin e grave dhe të rinjve në krijimin e një kulture paqe gjatë procesit të tyre të integrimit në shoqërinë amerikane.